Mirëmëngjesi goca, mirë se keni ardhur në një vlog tjetër këtu në kanalin tim. Atëherë, unë jam duke ikur për tek puna, sepse duhet të flas me atë përgjegjësen e punës se po mendoj, duhet të kthehem në punë, Zojit ja gjetëm vendin për në çerdhe, edhe nga shkurti marsi duhet që të kthehem në punë. Do me thënë, nuk e kam me detyrim, e kam me zgjedhje. Kështu e kisha bërë, nëse do doja mund të kthehesha, ata nuk më thonë do duhet me se s'ben. Nëse jo, prap s'tonin gjë. Ishte dëshirën time. Ose kur të doja unë. Edhe unë tani duhet të shkoj tek stacioni, të flas me atë shefen, që të flasim për sa i përket orareve, pasi Zoji do jetë paradite, turni parë, edhe unë duhet të punoj vetëm turni parë, ose ndonjëherë edhe turni i tretë. Kështu që nuk e di si do e bëjmë. Prandaj do shkoj, do flas, uroj që ajo ta gjejmë zgjidhjen, domethënë, kur të flasim, edhe kështu. Se i liri mëngjeset, domethënë ai është në punë deri në orën 4-5 masdite, edhe 6 varet, nuk e merr dot as Zoj nga çerdhja. Edhe kështu që duhet ta marr ona gjatë javës, dhe në fundjavë pasaj me kismet mund të punoj turni i tretë. Nuk e di, por do shkoj të flas tani aty tek ata, tek përgjegjësja më përpara, shefja. Pastaj të shohim edhe do bëjmë. Kam shumë kohë pa ardhur te puna. Po bëj shumë kohë, që kur isha shtatzane, domethënë nga muaji 5 a 6, nuk e di, duket se kam marrë një tjetër në zemër, nuk e di se për çfarë, por kur kam qenë shtatzane, edhe s'kam ardhur me. Kam marrë disa ëmbëlsira në market, kështu që i bëjnë vetë, domethënë. Janë mira, këta i kanë qef ato, se e di, unë e kam parë se çfarë han, edhe do i çoj aty si për kështu, hajde. Kam emocione, më duket sikur po vi për herë të parë në punë. Nuk e di pse, ndihem kështu. Mbas një kohe të gjatë. Unë këtu te ky spitali, këtu ku punoj, këtu kam lindur edhe Zojin. Hej goca. Po flas me se të ulët, pasi Zojin e kam në gjumë dhe nuk dua që ta syj në gjumi, se të gjohet këtej, e dini ju tani. Unë po pastroj pak fytyrën, edhe nuk e hapa me kamerën për sot, që ju thash që të shkoj atje te puna për të folur për pjesën që të kthejmë në punë. Edhe nuk është se nuk u bëj që thjesht lash një takim për në shkurt, që duhet të bisedoj, duhet të flas me ata me përgjegjësen e punës, domethënë me shefen e pavionit, edhe me një grua tjetër që të diskutojmë si që shtek, domethënë orare të gjitha. Do laj pak fytyrën me këtë larës, po se që është kjo. Këto janë gjërat e fundit që më kanë ardhur nga bashkëpunimet në TikTok. Është komplet ky. Edhe nuk është se bëra ndonjë gjë tjetër interesante sot, me thënë drejtën. Tani goca, do ju tregoj disa gjëra që kam marrë në TikTok Shop, disa produkte për kujdesin për fytyrën, por jo vetëm, por edhe për qafën, se nuk ju kam treguar. Atëherë kam marrë këtë. Shikoni pak. Tani janë këto të dyja. Kjo është për qafën, i bën masazh, do t'ja u tregoj tani, është kjo këtu. Dhe kjo gjëja këtu janë të dyja me krem brenda. Dhe kjo është me bukura, sepse është kremi edhe prisni t'ua tregoj. Edhe ky është për syt. Tani unë sonte do aplikoj retinalin, por përpara se të aplikoj retinalin, do i bëj një masazh pjesës poshtë syve, për ata që vuajnë nga rrafët e zinj, është kjo. Nëse shkoni në TikTok tek emri ime, atje unë kam bërë video me këta, edhe është linku, aty mund të klikoni, domethënë lart emrit tim.
se këtu ka krem, po marrë këtë këtu dhe më e bukura, shikoni pak. Është kështu kjo, këtu sipër, prisni, këtu sipër është makineria që do bëjmë neve, që do përdor unë tani. Makineria, kjo pajisja, si mund quhet, nuk e di. Që kur aplikon në lëkur, shiko të tredh, edhe bëhet kjo drita e kuqe. Unë tani do marr pak këtu kështu. Edhe do ta aplikoj këtu. Edhe pak të kjo tjetra, në fillim. Nuk e di nëse dallohet, nëse e ndjeni zhurmën. Se jam thjesht duke aplikuar një kremin me këtë. Tani i bëj masazh. Edhe këtu më pëlqejnë vetullat se si mi ka hequr ajo. Edhe nuk i kam aq të trasha. Shikoni. Kështu. Kam hedhur pak si shumë krem, por s'ka që e tjetë aty. Tani vazhdoj me tjetrin. Nuk e di nëse e gjoni këta si vibrime, se ky ta tredh, domethënë. Bën si dridhje. Unë më duhet që të bëj një dush. Edhe qafën do ta lë, sepse do bëj dush, do t'i bëj atë masazhin qafës që dua t'rregoj edhe juve. Edhe pastaj do aplikoj retinalin, se nëse e bëj tani i bie që të më hiqet në kur bëj dushin. Do laj vetëm trupin. Do laj vetëm trupin sonte. Kam filluar edhe unë tani që ndonjëherë laj vetëm trupin, se kam bërë kurrë, domethënë këtë vit kam filluar pak, se nuk është se e kam bërë. Unë kam të retinalin, duket se ua kam treguar. Tani do marrim pak. Thjesht për pjesë, unë ballin e kam goxha pak me visat, jo shumë. Nuk është se më duken shumë, por janë kështu si më shumë mimikës. Edhe pse jo ta lymë se si tjetë. Edhe këtu. Okej. Tani ta aplikojmë të këto të sytë herë. Këtu. Tani ta aplikojmë këtë. Nëse ndonjëra nga ju e ka përdorur këtë retinalin të kësaj marke, më thoni, ju lutem. Do mundohem të jemi në rregull duke e përdorur këtë, sepse thonë që ka goxha efekt. Bën, domethënë, nuk e di tani sa se si do jetë. Se për maska nuk po na del koha, me thënë drejtën, për të bërë maska. Do është edhe më del e përdor për një gjë tjetër. Ndërsa kjo është gati edhe
thjesht e lyen dhe kaq. E mira është i përdor dhe ato, duke përdor ato, unë kam këtë lëkurë që kam sot, nuk po them që është më perfektja, por prap nuk është se e kam aq keq. Okej, e aplikova dhe këtë. Në rregull, tani unë duhet të bëj një dush trupit edhe do kthehem për të bërë masazhin te qafa, do t'ja tregoj edhe juve atë tjetrën. Në rregull. Goca, ja ku jam. Tani, si që thash, do bëjmë këtë për qafën. Okej, unë kam edhe këto varset këtu. Do mundohem që t'i largoj pak me duar. Duhet flas me sa pak të ullët, sepse u s'ju njërzoj pasi marrova dushin edhe shkova u mora me Zojin. Sa bezdis kjo. Nuk e keni iden. Shikojeni si është kjo. Dhe shikoni këto, që ka këtu del kremi. Nëjse, ta dhe këtu. E kam mbyllur. Me det, pse s'po del kremi, ja tani. Shikoni? Tani e aplikojmë. Dhe vazhdojmë. E mira është ta bësh deri fund, fare këtu. Dua shumë që ta përdor gjithmonë, edhe për natë mirë do jetë, po se di si do jem e nervat. A do më mbaj apo jo që ta bëj gjithmonë. Sa mirë është kështu s'kepse i bënduart me krem. Tani normalisht që kjo pjesa do skuqet. Por s'ka gjë, rëndësi ka rezultati. Mirëmëngjesi goca, mirëmëngjesi nga dita tjetër dhe unë jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur, shumë e çliruar, do thoni u qa ke. Si që parte videot më përpara, ato sekuencat e vogla që regjistrova, që arrita të kapja, ne sot ishim në një kontroll për Zojin për syt. Edhe unë s'u kam treguar, në fakt nuk ja kam treguar asnjëriu përveç prindërve të mi, nuk e dinte asnjëri edhe motrës time, edhe shoqes ngushtë. Nuk e dinte njëri, se sistemoj pak se ishim dhe në market, nuk e dinte njëri, por Zoji kur ka bërë kontrollin, ta ul pa kamerën, se di pse se rregulloj do të mirë, nejse, Zoji përpara, po bën goxha në fakt, kur ka qenë 5 muajshëm duket, diçka e tillë, po kur ishte 5 muajshe, kjo doktoresha e Zojit i bëri një kontroll, nuk e di a ua kam bërë juve, a ua bëjnë ajo, se dy shoqeve të mia që unë pyeta që i kanë në një moshë me Zojin, nuk ja kishte bërë, nuk e di tani i kanë bërë apo jo, por kur i pyeta atëherë jo, për syt që i kontrollojnë nëse ka ndonjë anomalia diçka. Edhe Zoji e bëri, edhe atëherë në fakt i doli Zojit një sy pak si dembel, thoshte ajo. Edhe unë, o Zot, nuk e keni iden sa e mërzitur kam qenë, kam qenë shumë e mërzitur, si çdo nanë, e dini juve.
edhe i doli pak si dembel, do me thënë si kur nuk përqëndroj, kështu gjërash, dhe ma lan takimin për tani në janar, imagjinoj, kemi pritur kaq shumë muaj, gjithsesi, unë fakt tentova disa herë që të lija ndonjë takim më shpejt në ndonjë vend tjetër, jo këtu tek qyteti ku jetoj unë, por nuk e lija, nuk kishte. Ishën të zëna, nuk kishte, edhe duheshe edhe kastile, do me thënë për këtë punë. Jo se kështu, duhesh kastile, do me thënë, se nuk ja dita mama të gjëra të këtyre. Nejse, sot e kishim takimin, me datë 19 që është sot e hen, dhe shkuam atje, e kam te spitali aty ku punoj unë, shkuam, e vizitoj Zojin ajo, do me thënë, e vizitoj Zojin ajo, edhe ishte çdo gjë okej, edhe ja, Zot faleminderit, nuk e keni ide, në Zot qa lehtësimi o njerëz, sinqerisht, do me thënë, nuk e di, që ka vërtet që për fëmijët unë ndjeke shumë kështu, kur sa do që t'jetë një gjë e vogël, se ne kemi kaluar edhe një siklet tjetër me Zojin, nuk e di a kam thënë apo jo, që duket se ja kam thënë tek videot më përpara, për pjesën e këmbës, që e kishe pak ata galgane që quhet në kështu, dhe që detyrova i mbajta me peshqir. Nejse, tem tjetër kjo, e kam thënë te videot më përpara, se nuk dua ta hap sërish, ato të kalumet kanë kalu, edhe ishte çdo gjë okej te syt, nuk e di, isha në ankth, sidomos dje, e derisa kemi shku sot, mendja ime ka qenë vetëm o Zot lutesha, inshallah shkonte çdo gjë mirë. Edhe madje kur vajtëm atje, se unë si kuptoj ndonjëherë këta, po nejse, kur vajtëm atje, e bëri kjo, ishte një grua që ja bëri ata vizitën e syve me ata aparatin, me ata aparaturën, mirë, edhe pastaj do takonim doktorin. Vajtëm në një futëm atje tek dhoma, edhe doktori për çfarë keni ardhur? Me mendje unë, thash, po këta nuk e dim për çka kemi ardhur neve, do me thënë, i kanë të dhënë atë çdo gjë. Ndoshta ka thënë sepse ka parë rezultatin ai që ka dalë çdo gjë okej, edhe ka thënë, po këto pse kanë ardhur? Më tha, mu ke vënë re ndonjë gjë, tha te fëmia, tha që ndoshta nuk shikon mirë apo diçka e tillë, kështu thash, jo, thash, madje thash, shikon shumë mirë, Zoji, edhe ato, e keni parasysh më të imtat, kështu, gjërat më të imta, besoj se gjithë fëmijët i kap edhe do që t'lozi e kështu. Nejse. Jo, tha, pa merak, tha, se çdo gjë është shumë mirë, tha, s'ka gjë goca. Oj, sa jam gëzu aty, isha kështu. Isha shumë e lumtur. Mbas 2 viteve mund të bësh një kontroll rutinë, tha, e kuptoni, për këto kontrollet që ne janë shkallojmë që nuk i bëjmë, e ke parasysh? Edhe kështu, por që jam shumë e lehtësuar, o Zot faleminderit, që s'ka gjë, se isha shumë në ankth, shumë fare. Aq kam qarë, sidomos atëherë kur bëm të vizitën, do me thënë edhe që më tha doktoresha kështu, tha, o Zot, pse ja bëja? Pse na jep neve, keni parasysh ma? Por që kaloi tani edhe shqyr faleminderit Zot, ishte aq, do me thënë, si ishte gjë, thjesht ka qenë, nga që ka qenë Zoji e vogël, shumë e vogël, edhe nuk ka që zhvillu se ka rrita mama të zhvillimin syri, të themi. Nuk është se ka pas në një gjë të rëndë, tha i doktori, dhe unë jam super e lumtur, sot jam kështu të festoj, sot jam të festoj, nuk e keni iden, qa barre më ka ikur. Edhe kështu njerëz, iku dhe kjo, mbaroj dhe kjo gjëja. Pastaj ikëm në supermarket edhe bëm disa blerje, bleva disa gjëra, ca ushqime, blem goxha ushqime, ja 20 e ca euro na shkun, 45, po. Edhe kemi marrë, për t'ua tregoj, se di unë, keni qef juve. Ndërkohë këtu jam duke bërë një cappuccino, edhe i hodha edhe atë kolagjenin.
Sot sikur edhe kohën me diell, shumë pak ishte mëngjeset herët dhe iku dielli. Zojën e kanë vënë në gjumë sepse imagjinoj është që herë. Jo, sot nuk është shumë herët. U çuaj një në 5 i dhash për të pirun edhe zuri gjumi prapë. Edhe në ora, sa ishte ora? 8 është që. Por Zoj mëngjes se ka kështu që e do me se s'bën atë gjumin e mëngjesit. Kush më pati thënë herë një grua, gjumi i bukurisë, quhesh e ky gjumi i mëngjesit. Kjo është nxehtë, ose thash t'ju tregoj pak këto ushqimet që kam marrë. Prisni. Kemi marrë një spinaq, për t'ju tregoj këtu. Tua tregoj këtu, se aty është nxehtë edhe s'dua që të digjet në një gjë aty. Kemi marrë një spinaq. Kam marrë si këto biskotat sepse i liri. Ai e ka, nuk e di, a janë gjithë duhan pirsit kështu apo jo, ose mendoj se po, përpara se të pi një cigare, sidomos mëngjeset ose kur do qoftë që t'jetë në gjumë, kur do të çohet ai do që të hajë diçka përpara se të pi cigare dhe ne morëm si këto biskotat që t'ja bëj me qumësht kur të kërkoj ndonjë gjë thjeshta për të futur në gojë, se ai nuk është se shumë i ëmblave, por e do diçka kështu sa për. Morëm një buk tosti. Kam marrë rush, si gjithmonë do bëjmë një pjatë me fruta. Brokoli, këto mendoj që t'i bëj, do bëj një tavë me perime sot, por jo me salcë, do t'a bëjmë ndryshe. Ndoshta dhe e regjistroj. Lule shtrydhe, kësi. Shikoni, kam marrë si këto prosciutto, salam, qa mund të quhet, nuk e di. Iliri nuk është se shumë i këtyre, por ndonjëherë njerëz kur s'kemi çat gatuajmë edhe ku e di unë. Keni parasysh ju gratë, besoj, që kur s'kemi çat gatuajmë i fusim në një salam aty ose me makarona. Unë këta e ha edhe kështu, nuk ndoshta e ha edhe pas kuqur shumë. Mos më gjykoni, besoj se gjitha e bëjnë këtë gjë. Boronica, Zoj ka shumë qef boronicat, nuk e di. Sikur këta të hapësh gjitha jo e ha. Ka shumë qef. Kishin dalë tek Lidl nga këto, ndoshta dhe kanë qenë, por ne i pam si snack. Mora dy t'i provoj. Kemi marrë dardha, kemi marrë fruta sot shumë. Dardha. Një fileto pule, sepse do t'a bëjë me perime, por do t'i fus edhe fileto pule brenda, mendova se besoj se do dali më i mirë. Kisha kohë pa e bërë këta që do bëj sot, se di pse. Ka marrë ullin, nuk e di njerëz, unë i ha shumë ullinjt, i ha shumë. Herën e fundit pata ca ullin që pata marrë të turku, nga ato dzezat që janë si me qese të shtypur, ajo të turku, të Lidli, po që ishin të turku, sa kishte edhe të turku. Edhe nuk e di, nuk më pëlqyen fare. Unë vdes për ulli, nuk e di. Kemi marrë qumësh, sepse na duhet për të bërë atë dy qumësh, për bërë tavën. Mandarina, më shumë i mora për Zojin. Edhe unë i hapo Iliri si ka shumë qef. Dhe portokale, mollë kemi dhe banane ka, kështu që me fruta jemi super të kompletuar. Ka marrë edhe 2 kiwi për atë pjatën me fruta. Dhe këto ishin, dhe këto bën 45 e pak. S'kam harru gjë tjetër, jo. Okej, tani duhet të sistemoj këto unë, mirë, unë po e mbyll çik tani se duhet të sistemoj këto gjëra dhe kur të filloj me gatimin, që t'ua tregoj atë me perime, do ta regjistroj, okay? Goca, përpara se unë të sistemoj ato ushqimet, po mendoja, ashtu duhet në fakt se edhe mos të shkoj shumë vonë për të bërë drekën. Tani, t'u tregoj pak. Këtu kam patate, sepse unë kam këtu këtë lule lakre në bardhë, por nuk më pëlqen kjo ngjyra që kjo ka marrë sepse ka qenë në frigorifer.
Edhe kam frikë, apo jo, ta hedh. Pse kjo ka qenë frigorifer e mirë do jetë? E mirë me është, Nuk e di, s'jam shumë e sigurt, nejse. Tani, do marr patate, do t'i qëroj dhe do t'i vendos për të zjerë. Unë nuk është se përdor shumë kështu me masa, me gjëra, unë e shikoj me sy, edhe, por duhet 600 gram perime, paka shumë, gjitha. Unë këtu kam brokoli dhe do i heth edhe patate, do i heth edhe karrota, nuk do t'i heth nga ajo lule lakra bardhë, se s'm pëlqen ngjyra që paska, se di, ndoshta sepse e kam lënë të zjerë aty edhe nuk e di, nuk pëlqen. Tani, po qëroj këto patatet, se më mirë t'i vendos të qëruara për të zjerë dhe do fus një patatet. Pastaj kur e shikoj që patatet janë pothuajse të zjera, do fus edhe brokolin, se brokoli do më pak që të zjej, s'ka problem. Do i heth edhe karrota dhe do t'i zjejmë bashk. Mjafton zjeni perime, domethënë, e dini ju si t'i zjeni, t'janë zjera. Tani, t'i qërojmë të patatet dhe pastaj, mbasi këto të kenë zjerë, do vazhdojmë me pjesën tjetër që është shumë e lehtë, nuk është se ka ndonjë gjë kush e di, besoj se të gjitha e kanë bërë këtë recetën. Një herë tani brokolin, kam edhe një këtu të hapur edhe nuk e di sa gram ishtë ky, nejse, varja. Do vendosim të edhe të marrë dhe një nga kjo, edhe kaq do vendos brokol, ose ndoshta do ta hedh të gjithë, nuk e di. Ose ndoshta më mirë ta hedh të gjithë, unë bëj dhe drekën dhe darkën unë një aty, se qa do gatuaj edhe për darkë? Me keni parasysh vetë juve që mezi nuk dim qa të gatuaj me gratë. Okej, tani, ta laj brokolin edhe do sistemoj këtu. Hajde një herë gëzuar me cappuccino. Me zje që lova dhe këtë cappuccino, se kishte shumë shijet ndryshme edhe unë nuk jam shumë të kafet të këto, kjo ishte shumë e mirë. Ej, goca e ku jam tu, këto ishin shumë të mira, këto që janë si snack, që bleva, nuk janë të trasha, janë të holla. Okej, tani, unë këtu kam grirë edhe atë fileton e pulës, jo të gjithë, 2 copa, besoj se mjaftojnë. Do të shikoj edhe me sy në fund, kur të shtroj të tepsia. Tani, këtu në një enë, ndërkohë kam hedhur edhe brokoli, nuk e hodha gjitha të brokoli, një nga ato copat e brokolit e kam ruajtur aty ta kemë për zojnë, kur t'i bëj perime gjëra. Këtu janë perimet duke zjerë, dhe tani këtu, në këtë enën do hedhim 3 kokra vezë, që nga të mira këto vezët flak të kushe. Okej. 3 kokra vezë. Ti rrah pak shu që ti bashkoj me njëra tjetrën. Okej, 3 kokra vezë. Tani, duhet marrë mjellin, do jetë 2 lugë mjell, qik kripën edhe mund t'i heth edhe pak, kur t'a mbaroj. Nëse t'i heth i herë kështu me sy këtu, apo jo, prit. Pastaj rrise, pak e kam problem të kripën una që me zia gjej ndonjëherë. Okej, marrë një lugë, t'i hedhim pak krip këtu. Mjafton, do t'a shoh më vonë sa i kam hedhur, se i hedh edhe brenda tek tepsia. Okej, e trazojmë pak. Tani, do shtojmë 2 lugë mjell, thjeshta për t'a trashur pak më shumë. Edhe kështu që u bë 600 gram vajtën ato perime, është bërë fiks.
2 lugë. Mund të ketë vajtë 700. 2 lugë e pak se kam hedh pak më shumë. Mund të ketë vajtur 700 gram perime se 500 i kisha unë ose 600. Vetëm brokoli, nejse. I shikoni me sy goca, ju thash edhe çfarë. Tani këtu me hodhe mjellin, se do ta trazoj sërish, po thjesht po i hedh njëri ingredientet. Mi mbyllu ti. Tani, do hedhim, kjo ka 150 gram qumë është, 150 ml, më falni, por më qenë se unë i kam hedh pak më shumë perime, do i hedh 200. Ose do i hedh 250 që të zjej më mirë, se do t'i hedh edhe ato ja. Do t'i hedh edhe fileton e pulës edhe... Ku e kam me litrin? Do t'i hedh edhe fileton e pulës edhe do që të zjej pak filetoja e pulës. Se fileton e pulës kështu do t'a fus, as nuk e kam skuqur, as si gjë, as nuk e kam zjerë. I hedhim... Tani, kjo është gjysma këtu 500, do t'jetë këtu. Këtë si hodha një luk, një goton, po nejse. Okej, ja këtu. Kë kemi qumshin këtu dhe e shtojmë qumshin këtu. Okej. Tani, i trazojmë to. I hedh edhe djath. Djath të bardh. Ja, kë kam këtu. Tu të hedh aty brenda, djathin e bardh. Dhe lartë, pasi në fund fare, kur të futet për të pjekur, mund t'i hedh një djath të grirë. Unë do t'i hedh nga ky parmigiano, doja gri vetë sipër, se nuk kam tjetër. T'i hedhim edhe djath, 50 grame kishte ajo djath për t'i hedhur. Kështu duket tepsia goca, i kam hedhur të gjitha, dhe tani do t'a fusim në furrë. 200 gradë për 35 minuta, por do t'a kontrolloj, do t'a shikojmë. Duket kaq e shijshme, kur t'a provojmë tani. Mirëmbrëma goca, mirëmbrëma, nga kjo dita që unë nuk kam filmuar shumë të drejtën, thjesht pak sekuenca atje ku isha tek lokali që dola sot që pim një kafe me shoqet, por tani thash t'ju tregoj që po më vin njerëz për darkë, do vinë disa miq tanë, do me thonë një qift me gocën e tyre të vogël për ditëlindjen e Zoit. Edhe unë tani jam duke përgatitur darkën. Kështu që ta bëjmë darkën shpejt e shpejt, mishin e kam futur me shqingji, brinj. Do bëj ato kërpudhat e mia që i bëj shumë të mira, e dini ju, me atë salsën hollandes. Po mendoj të bëj ca brusketa, po nuk e di, nuk jam e sigurt, do shoh se s'kam edhe kohë shumë me thënë drejtë. S'kam shumë kohë, sa ta janë duke ardhur. Se duhet merresh edhe me Zoin. Ka video. Ki të video. As ka rëndësi se qa flasim, jo? Përshëndetje goca, mirë mëngjesi më saktë nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim, mirë se keni ardhur sërish. Atëherë, kam këtu, e lexoni Happy Birthday, njerëzit që ishin mbrëm, miqtan që na kanë ardhur, që erdhën, kishin sjell dy gjëra për Zoin, do të thënë një dhuratë këtu për Zoin. Dhe unë thash t'ua tregoj edhe juve se janë shumë të bukura. Atëherë, është ky fustani më saktë, shikoni pak. Është shumë i bukur, edhe është i trash, që mund ta veshësh tani, dhe unë po mendoja që këtë Zoit t'ja vesh në fundjavë, premten, sepse do dalim diku. Ndoshta do ta bëj në vlogun tjetër atë ditën. Gjithsesi doja vesh këtë. Dhe kemi 2 palë geta, por këto janë kështu pa këmbza. Edhe janë të trasha. Shumë bukura edhe këto. Tjetër, ajo që mua më pëlqen më shumë është ky xhupi. Shikoni pak sa i bukur që është, o zot, shikojeni. Është kështu si treqerek, si gjatë. Imagjinoni kur të filloj Zoi tamam që të eci. Sa bukur do duket. Është shumë i bukur, shumë i ngrohtë, me këto si fjongo këtu, shumë super. Dhe kishin edhe diçka tjetër, prit. Ishte edhe kjo me këto lipset e flokut, që janë me Elsën me këta.
Janë shumë bukur edhe këto. Kur ti mbushet koka mirë Zojit. Por që këto janë dhuratat. Tani, ne me Zojin jemi duke u bërë gati, sepse ora 10:25 Zoji mamit. Sepse Zoji sot ka takimin e 1 vjetorit, se nuk e kemi bërë akoma. Edhe kështu, jam i qik si në ankth. Jo qa... Se më morë në telefon. Jo qa ankthi, po prape ka nana ata që si do dali, ka shtu, se Zoji po bën goxha që nuk është peshuas, nuk është matur atje. Se kura ka pas takimin e fundit, se mbaj mend. Nejse, edhe do diskutojmë edhe për çështjen e vaksinës së 1 vjetorit. Nuk e di kur do ta lëm, por unë fakt e kisha menduar që ta zgjasja jo më shumë se 1 ose 2 muaj, me thënë drejtën. Me qenë se Zoji ka qenë pak pa qeft, themi këto ditë që ishim në Shqipëri, por ka 1-2 ditë që as ka koll, as hundët nuk i dalin, edhe është më mirë. Por ndoshta mund t'i bëjnë atë vaksinën e meningokokos B, dozën e 2, nuk e di, do shikojmë. Kur shkojmë. Kështu që unë do ju marr me vete sot, edhe shkojmë tani, se ne do ikim në këmp, se unë një stacion larg e kam, s'po ikim me autobus sot. Thash me qenë se kam kohë që s'kam ecur, marr Zojin, edhe koha nuk është shi, apo është ftohtë, por edhe shumë ftohtë jo, se ka qenë ditë më të ftohta. Kështu njerëz. Unë kam veshur këtë kostumin, që t'janë sa më lirshme, edhe të shohim se qa do bëjmë rrugës. Jemi këtu, arritëm tani, do futemi brenda, tek doktoresha Zojit. Hej goca, përshëndetje nga shtëpia. Ne kemi një copë herë që kemi ardhur, por tani sa vendosa Zoji në gjumë, sepse u lodh. E lodh edhe vaksina. Ne kur po ktheheshim, me qenë se Zoji sikur e prishi pak, unë ktheva në market edhe bleva 1-2 gjëra. Si gjithmonë neve. Jo po do marrim një gjë, jo po do marrim vetëm 2 gjëra dhe përfundojmë e mbusha karrocën plot. Por harrova të marr boronica. Mendova se do m'dilnin këto që kisha këtu, pasi unë kur bën vaksinën Zoj, por ja boronicë sepse i bën mirë. Nuk e lejon që t'i hip temperatura. Tani bën një herë, Zoj në fakt vaksinat i ka kështu. Një herë i hipën temperatura. Ka pas vaksina që nuk i ka hipur, por nëse i hipën vetëm një herë edhe i ulet pastaj kaq. Edhe një ditë ndodh ajo në një vaksinë që bën për shembull. Uroj që mos të ketë. Edhe mora edhe shurup, paracetamol. Prisni të tregoj pak se çfarë kam marrë, ta bëjmë tamam siç është për të bërë. Tani, isha në market, siç ju thash, mora djath, na ky djathi, mua më super pëlqen ky djathi, është shumë i mirë. Kam marrë vez, pasi nesër, se sonte, besoj se do bëj, se ka pak mish aty, ka ca gjëra që mbrëm edhe ato do ha i liri. Mora 2 nga këto petët, mora një kefir, mora nga këto Bruxelles, nga këto lakër, salat Bruxelles, jo se di si mund ta quash këta. Lakër Bruxelles, nuk e di, po Bruxelles duket janë. Me thënë të drejtë mora që t'ja provoj Zojit, se nuk ja kam provuar këto. Janë të shëndetshme edhe mendoj që t'ja bëj me makarona ose mendoj një perime tjetër të shoh. Se dua që t'i bëj pak, t'i zjej t'i bëj pak supë sot. Me qenë se ka bërë dhe vaksinën edhe duhet që ta ushqej më mirë. Edhe pse kur erdha ajo nuk është se pati shumë uri, me thënë drejtën, se pati më shumë atë pjesën që është e lodhur edhe shqyqyr më hangri boronicat, nuk e di. Zoji ka shumë qef boronicat. Jepi sa të mundesh, ajo vetëm ha. Edhe do t'i bëj një supë me perime, edhe do t'i bëj me langun e kockave që kam aty. Ta kisha nxjerrë të shkrit. Kam marrë këto bizelet,
Në fakt, është hera e parë që unë i marrë kështu të forta, do me thënë pagatuara fare, se i merja zakonisht nga ato të që rrinë nëpër frigorifer. Por thash, më të shëndetshme janë këto lloj kështu, se ato dihet janë gjëra të konservuara, të themi, frigoriferi. Dhe mora si këto uroj që të më zihen shpejt. Nuk e di. Tjetër, po, si që thash, mora dhe këtë paracetamol për Zoin, kam dhe Nurofen, do t'i bëj me Nurofen? Do t'a shoh, duke t'a shoh. Që t'i bëj kështu me alternime nëse Zoi t'i hipën temperatura. Uroj që jo, se herën e fundit unë e mora dhe nuk e provova fare, se Zoi nuk pati temperaturë, kështu që jemi okej. Këtu s'kemi gjë më. Kam marrë një thes me patate, se po s'kam edhe shumë patate dhe kam marrë nga ky thesi i madh që ka 3 kg këtu. Ishin me ofertë dhe janë patate të mira, janë goxha të mira. Ishin me ofertë këto, domethënë, më di 2 euro më duket bën. Nuk e di, jo, si janë 3 kg aty, duhet jenë më shumë. Sa ajo thoshte me 40 ishte kilja. Nejse. Mora banane. Mora pak e shile se nuk e se ka raste që japë për ditë Zoit, ka raste që jo dhe ato të piqen këtu. Kam marrë të sherë, nga këtë shera që është me imët. Kisha kohë pa marrë si quhet kjo gjithmonë në emrin e kësaj më ikën. Kisha kohë pa i marrë këto. Do i bej se dua që t'ja jap edhe Zoit, që t'ja provoj edhe Zoit. Prandaj i mora. Çfarë janë këto marrë Zot? Qishra. Po. Gjithmonë e harroj këtë emrin. Mora gjithashtu edhe nga këto bizele tonë. Thjerza të kuqe. Dhe nga kjo thjerza e kuqe. Që mora tjetër, këto janë. Këto mora, goca. Zoit i dha ajo doktoresha për 1 vjetori një libër. Që po bëjnë lartë, mor? I dha këtë librin, që është me figura kështu, me familje, me bebë. Nuk është thjesht me figura, nuk ka thjesht shkruar këtu poshtë për shembull duke pritur në dhomë kështu kaq. Por e bukura e këtij librit është që këtë Zoi edhe mund të dëshiroj ta haj, por nuk e ha dot, sepse është nga këta që as nuk griste, domethënë thotë kjo, edhe kundra ujit, është lezetshme këto, se dija që ekzistonin këto lloj librash, do kërkoj edhe në internet, edhe ose këtu te një që shet libra, nëse mund të ketë i marr 1-2 Zoit, pse jo. Nejse goca, se zjata shumë una. Tani duhet të sistemoj këtu. E mira do ishte që të shtriesha dhe unë të flija pak, pasi mbrëm jam pa gjumë, nuk e di u tregova shpar se s'po maj mend. Zoi mbrëm është quar nga ora 3 paca, a 2:30, s'jam shumë e sigurt, por 3 e sigurt që edhe deri në orën 6 nuk ka fjetur fare. Nuk e zinte gjumi. Do me thënë, e zinte në momentin që unë e vendosja te krevati i saj, çoheshe, ktheheshe direkt edhe çoheshe. E mora te krevati jon, edhe aty nuk po e zinte gjumi. Pastaj e vura sërish atje, prapë e njëjta gjë. Pastaj e vura te krevati jon, aty në ora 6 të mëngjesit e zuri gjumi. Në orën 6 deri në orën 8 e ca ka fjetur Zoi. Unë nuk fjeta dot, u çova se bëra mëngjesin i lirit, meqense se isha zgjuar, thash okay, po i bëjmë mëngjesin edhe po fle. Aq në ora 6:30 kur fjeta unë, do të thënë, në 8 e ca u çuzoj, 1 orë gjumë. 1 orë sa. Edhe prandaj thash që jam pa gjumë, plus Zoi sot duhet ta vëzhgoj për temperaturën, do rri sonte prap, uroj që o Zot mos t'i hipi temperatura. Edhe i kam vendosur patate tek të dyja kofshët, se i ka bërë të dyja kofshët, atë vaksinën. Goca, mirë mbrëma, si që thash qpar,
do ju thoja se si po shkon Zoi me bërjen e vaksinës, do me thënë se ka pas temperaturë apo jo. Ajo mirë ka qenë, nuk ka pas temperaturë dhe kështu ka qenë aktive, goxha aktive. Tani, kur e vendosa në gjumë, i kishe vajtur gati te 38, por unë pasi i dhash gji, e vura re që nuk ishte aq e nxehtë. Edhe do shkoj do ta kontrolloj edhe pak, pasi kur të çohet nuk dua ta luaj në gjumi, ta zgjoj, se zgjohet direkte. Edhe tani dua t'ju tregoj këta që më erdhi çfarë nga TikToku. Më duket se ju kam thënë për pjesën e këmbëve që i kam, apo jo, nuk e di. I kam këmbët shumë keq, do me thënë, jo keq fare, se ka edhe më keq, por prap i kam të çara. I kam të çara edhe më bezdi sidomos kur vesh çorape ose kur rri zbathur në batania ose një organ, sikur të gric ajo. I kam të ashpra shumë dhe unë porosita në TikTok këtë, me erdhi çfarë, i bëra pak të këmbët dhe sikur ma ka limu pak, do me thënë, e kam më të, nuk e kam aq të ashpër, por prap i kam ato vizat. Duhet ta përdor çer pas here. Këtu janë gjitha gjërat që kishte kjo brenda, por unë përdor këtë. Ka edhe 2 koka të tjera, është kështu, si lim. Ka edhe 2 koka të tjera, është me 3 kështu, fuqi do me thënë, 1, 2, 3. Edhe, kështu, se di tani. Unë do t'i lyej qik me edhe me një krem të këmbëve që kam bler, edhe të shohim inshallah po më bëhen tamam. Po më shërojnë, po më bëhen si njerëzit gjithë. Por si fillim do të shkoj të bëj një dush, pastaj do t'i lyej edhe do t'i vesh çorapet që mos të fshihen natën. Këto janë gjërat e tjera që kishte kjo brenda, janë salima, diun brisk, kishte këtu një si kështu. Kjo është si thik e vogël, ku diun çfarë ishte kjo? Nëse unë nuk i përdor. Këto janë ndoshta për ata njerëzit që kanë këmbët shumë keq. Se ka dhe që i kanë shumë keq, kanë parë. Kam frikë çash që të përdor të briskun, do janë ata që e kanë atë kallon. Shife. Po kjo është, shiko qa thik e vogël. Kjo. Edhe kështu, edhe këtu po e mbyll këtë vlogun goca, do shihemi në vlogun tjetër, që besoj do ta filloj nesër, dhe se do kemi, besoj të kemi një 2 gjëra interesante. Po të se ti pse, ajo është i përthojnë, ç'ne që ma kanë sjell, se marrësh. Nëse po thoja goca që do ju them në vlogun tjetër se si shkoj Zoi, do me thënë, me pjesën e vaksinës, si do ta kaloj. Tani unë po e mbyll sepse duhet të bëj dush shpejt edhe duhet shkoj nga Zoi se ajo dhe mund të çohet pas here sonte. Mendoj unë, se po i dhim të pak këmba çfarë. Natën e mirë dhe faleminderit që jeni këtu me mua.